Ibrahimi a.s. ka thënë Kurani famlart, illa men atallahe bi qalbin selim. Do shpëtoj, ka thënë, ditën e gjykimit, vetëm ai që i paraqitet Zotit me zemër shëndosh. Ka thënë, yawma la tanfa'u malun wala banun. Në ditën e gjykimit, thot, s'do të bëj dobi as pasuria as fëmijët, përveç kush i paraqitet Zotit ti me zemër të shëndosh, me zemër të sinqert, me zemër të kthyer tek i Madhi Zot. Njerëzit ndahen dy llojesh, siç është edhe në Kurani famlar, po siç e shikojmë edhe ne për ditë. Zemër e cila e kërkon krijuesin dhe krijuesi ja hap atë, dhe zemër e cila është indiferente. Për shembull, me që e kemi nisur deri diku me jetën e pejgamberit alayhis salam, do të tregoj një ngjarje. Quhej Selman el Farisi. Që nga emri s'është arab. Pers. Faris janë persët e asaj kohe, që në fakt kanë qenë superfuqi e madhe. Selman el Farisi, ato në atë kohë adhurojshin zjarrin. Dhe ai ishte i dogmatizuar me atë që adhurojshin ato. Një ditë babai i vet ishte i pasur shumë dhe kishte, po themi me gjuhën bashkëkohore, kompanitë e veta. I rinte vet kompanive duke i menaxhuar. Një ditë për një arsye e dërgon djalin e tij, ishte rrit tani. Selman el Farisi rrugës, kristianët në atë vend ishin minoranca. Dhe dëgjon që dhe shikon që njerëzit po futeshin në një kish. Dhe interesi, zemra e sinqert, hyn kish. Fillon dëgjon atë që po mbante ligjëratën, mbaroi ai, filloi ta pyesi, takoi njerëzit aty, i shpjeguan ato për fen. A di çfarë tha? Kjo tha që nga feja më e mirë se feja jonë. Këto fliskan për një Zot që ka kriju universin, ne adhurojmë zjarrin çuditshëm, i gjuhë e cila nuk sjell as dëm as dobi. U kthy dhe ja tregoi babait. Babai ishte dogmatik në këtë. Djalë tha, mos dëgjoj më, ne kemi fen ton. Ke parasysh nga këto dogmat kështu. Dhe ai nuk u qetësua më. Zemra e tij kërkonte Zotin. Dhe sa po erdhi një karvan që do ikte për në Sham, ku ishte qendra e fesë kristiane në atë kohë, ai hypi në karvan dhe u largu nga pasuria, nga familja, vetëm e vetëm që me gjetë vërtetën. Kur shkoi në Sham, filloi të kërkoi dhe edhe gjeti një kishë madhe, edhe një drejtues të asaj kishe. Neti ca koma atë, po nuk u qetësua, nuk e ngrofi ai. Nuk ishte në nivelin që Selman el Farisi kërkonte. Pyeti përsëri dhe i treguan për një person që ishte i devotshëm dhe i dijshëm, i fesë kristiane. Shkoi ka ai dhe i ngjiti ai. Dhe derisa ai shkoi në afër e xhelit për të vdekur, nuk ju nda. Mësonte ka ai, dëgjonte nga ai dhe ishte i kënaq, sepse në krahasim me atë që adhuronin zjarrin në vendin e vet, ai s'mund ta pranonte atë, se me që mpyete kush është zemra sinqert që e kërkon. Mbasi i erdhi atij shenjat e vdekjes, ai e thirri, se e donte shumë, e kishte bosi djalin e vet, dhe e pëlqente shumë te pasion që ai kishte për besimin. I tha, un jam afër vdekjes, por po të them një lajm të mirë. Se i tha, po un ku të shkoj mbasi ti të vdesësh, pra un se të kam referencë dhe un kam gjetë besimin. Tha, po afrohet koha e pejgamberit fundit. Koha e pejgamberit Muhammed alayhis salam, i cili do të vi, sipas citateve të librave të shenjtë, do vi në Medinë, vendi me hurma shumë, se ka disa specifika Medinja. Atje është afër dita që ai do të vi edhe do të shpalli pejgamberllokun. Ai është pejgamberi i fundit. Dhe Selmani, mbasi ai vdiq, ju mbushën syt me lot. Mbasi atë e varrosën, u nis për Medinë. La familjen e vet gjithë këto vite, la pasurinë, jetonte thjesht, i shërbente këtyre drejtuesve dhe shkoi pastaj përfundoi rob në Medinë tek hebrejt. Rob. Shërbëtor vetëm e vetëm se ai i dha i gzim, tha, do vi pejgamberi i fundit. Dhe mbasi vazhdonte atje shërbimin ndaj tyre, pejgamberi Muhammed alayhis salam kishte ardhur në Mekë. Po Selmani vazhdonte në Medinë. Derisa i ditë dëgjon që në Mekë është pejgamberi, është një profet me emrin Muhammed, i cili së shpejti pritet të vijë në Medinë.
Ky drejtuesi kësaj kishe i kishte thënë se i tha Selmani si ta dalloj, se mund dali edhe dikush që pretendon që është pejgamber dhe profet. Tha do t'i them 3 shenja. Shenja e parë është që ai nuk e pranon sadakan. Shenja e dytë është që e pranon dhuratën. Shenja e tretë në shpinën e tij, në anën e djathtë ka shenjën e pejgamberllëkut që e ka pas çdo profet. I thash në madhësinë e një veze të zogut, dhe nëse e shikon dhe këtë shenjë tretë i ke vërtetuar dhe dy të parat, ai është pejgamberi i fundit që do vi. Kurani ka thënë ya'rifunahu kama ya'rifuna ibnahum. Ato të cilët i është dhuruar librit përpara, librat përpara të shenjta, e njohin Muhamedit siç i njohin bijtë e tyre. Ke parasysh fëmin tënë si e njeh dhe cilësitë dhe natyrën dhe emrin të gjithë. Dhe në librat e mëparshme ishte shpjegu pejgamberi Muhammed alayhis salam si me e pas fëmin tat, aq qartë. Po, dhe ne mund të hyjmë edhe me një temë, se edhe sot e kësaj dite ke citate për këtë. Edhe deri këtu jemi në rregull. Kur dëgjoj, imagjino një person, atë e zemra që kërkon. Kur dëgjoj që ka dalë pejgamberi atje dhe do vi dhe në Medinë tekstualisht siç i kishte thonë ai. Se shenjat ishin të qarta. Dhe Selmani vjen koha që pejgamberi alayhis salam bën hijretin e madh. Nga Mekka që e persekutonin, ne tregum për Taifin çfarë i bënin me radhë, Zoti i gjithësisë hapi zemrat e ensarëve. Ensarët ishin banorët e Medinës. Ato e pranuan fen me sinqeritet të jashtëzakonshëm. Kur pejgamberi i ka takuar ato në kohën e haxhit në mënyrë sekrete, ka qenë xhaxha i vet Abasi. Kanë biseduar dhe ato i kanë thonë kemi besu në ty si pejgamber dhe kemi besu në Islam. I tha xhaxha i vet, çfarë jeni ju në gjendje të bëni për Muhamedin? I thanë qofse Muhamedi vjen alayhis salam në Medinë, ai nuk do jetë ndryshe siç i mbrojmë fëmijët tanë, siç e mbrojmë pasurinë tanë, fëmijët tanë dhe pasuria jonë do jenë mbrojtjet e pejgamberit. Abasi mbesi ishte fjalë madhe, vëlla, ato po të folshin fjalën, ato kishte mbaruar historia. I tha, po mirë çka kërkoni ju? Që sa e bukur është kjo, vëlla. Po ju do ta bëjmë për këtë Mekën dhe Medinën. Dakor, vëlla. I thotë, që sa bukur i thotë Abasi janë çështjet e mëdha duan garancie, duan qartësi. I thotë ju gjithë të sakrificë do bëni. Do rrezikoni jetën e juaj, do rrezikoni fëmijët e juaj, do rrezikoni bashkëshortet e juaja, do harxhoni pasurinë e juaj për profetin e Zotit. Ç'a doni ju për këtë? Dhe u kthy dhe nga profeti më i thon kush është? Tha profeti xhenetin. Çive sinqeriteti fes. Tha unë për këtë i siguroj vetëm që po i bën këtë sakrificë për pejgamberin e kanë xhenetin. Ato një zëri, jemi të kënaqur me xhenetin. Xhenetin e botës tjetër të përjetshëm. Kaq ka qenë biseda. Do i sakrifikojmë të gjitha, po për çfarë? Ato një zëri, ku i tha pejgamberi fitoren më të madhe për jetësinë, xhenetin, tha jemi të kënaqur me xhenetin. Dhe ashtu ju përmbajnë në Allah. Dhe pejgamberi alayhis salam i jep leje Zoti i gjithësisë që të emigrojë për në Medinë. Kush ishte atje? Selman Farisi. Siç e kishte thonë drejtuesi i kishës atje. Edhe shkon pejgamberi alayhis salam. Ishte i gjë shumë e çuditshme që Medinasit e morën informacionin që pejgamberi alayhis salam është nis. Po pejgamberi alayhis salam ndaloi rrugës dhe pastaj u ndërtu Mesjidul Quba. Ndaloi me një vend rrugës që ishte afër Medinës. Ato pritën një ditë, 2 ditë, dilshin gjatë ditës në vapën e madhe, mos po vjen pejgamberi alayhis salam, gjithë duke e prit me kënaqësi. Ishin bërë tashmë shumica e Medinasve musliman. Dhe pejgamberi alayhis salam u fali edhe xhuman në Kuba dhe pastaj u nis. Dhe kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, pra thamë ne sprova e Taifit, sprova i vdiq Hatixha, i vdiq xhaja e vet, Allahu mallnushëm, ç'a thamë ajo të bukur ne? Hatta yaqulu ar-rasulu alladhina amanu mata nasrullah. Ngushtohet nga era i shumë, sa thot vet një pejgamber ose thonë dhe besimtarët bashkë ku është ndihma e Zotit? Ela inna nasrallahi qarib. Mos u mërzisni, ndihma e Zotit është afër. Dhe ja hapi i madh i Zot me pritje madhështore. Njerëzit rrinin kështu dhe pastaj thanë dhe sot s'po vjen profeti Muhammed, njëri kishte hyrë në pemën më të lartë të hurmës. Kur e dalloi subhanallahu alazim. I dalloi dy vet. Kush ishin? Giganti i madh i pejgamberllokut Muhamedi alayhis salam dhe giganti i sinqeritetit Abu Bakr as-Siddiq. Edhe ai njerëzit thanë edhe sot s'po vjen Muhamedi muslimant. Neve Allah nuk e kemi pasur këtë fat. Imagjino ti ishe aty ta pritje pejgamberin më të madh dhe më të devotshëm që pasi përfaqja e tokës,
Ne nuk e kemi pas, po të faktën kemi kënaqësinë kur e tregojmë. Dhe njerëzit po ktheheshin se vap shumë, edhe vetëm ai, erdhi Muhamedi dhe pastaj kur e kanë dëgjuar lajmin kanë dalë bashortet e besimtarëve të Medinës, fëmijët e tyre dhe e kanë prit pejgamberin alayhis salam, tala al badru alejna min thaniyatil wada. Mirë se erdhë ti si hëna e plot nga drejtimi thaniyatul wada. Tala al badru alejna min thaniyatil wada wajaba shukru alejna ma da'a lillahi da. Na e kemi obligim ne të jemi mirënjohës ndaj teje o pejgamber se ti po na thret rrugën e Zotit gjithësisë. Dhe është bërë një gëzim i madh. Një nga njerëzit më të gëzuar ishte Salman el Farisi, i cili kur erdhi pejgamberi alayhis salam, një ditë se shërbente, hurmat ishin me shumicë në Medinë, pejgamberi alayhis salam duke net me shokët e tij. Ai njëçku filloi Selmani duke e provu tani, a është ky pejgamberi i vërtet apo jo? Si porosi që ja kishte dhënë i pari kishës atje. Shkoi dhe mori një tas me urma. Shkoi dhe tha, o Muhammed, sa ishte musliman akoma. Për kënaqësi, ju parë që jeni ulur, kam bon njët nga shpirti këte me edhon sadaka. Pejgamberi alayhis salam një ta marr, pejgamberi është ndalu sadakaja dhe ja ka dhënë shokëve të tij dhe vetë nuk ka ngrënë. Mbasi i morën ato hurmat, e mori tasin, ikte Selmani dhe qeshte rrugës nga kënaqësia. Edhe thoshte një. U vërtetu një nga 3 shenjat. Mbas një farë kohe mos të vinte në sy, e mori një tas me urma prap. Edhe shkoi, o Muhammed, më falë, tha, nuk dua t'ju ndërprej. Mu mundsun këto, kam qef nga zemra të bëj një dhuratë, disa urma. Pejgamberi i buzëqeshi, si tham, ka qenë pejgamberi alayhis salam, besaman, i buzëqeshur gjatë gjithë jetës. Ka thonë ti buzëqeshësh njerëzve është sadaka. Si një që jep lek të varfrit, është edhe buzëqeshja në fytyrën e njerëzve. Ti buzëqeshësh e ti jesh i lirshëm, ti jesh i butë, ti jesh i këndshëm dhe i pranueshëm, është nga vepra sikur ke dhënë sadaka, sikur ke ndihmuar të varfrit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i buzëqeshi dhe i tha Zoti tash për bleft. E mori një vetë ëngri, se kjo nuk ishte sadaka, kjo ishte dhuratë. Edhe ja dha edhe shokëve të vet. Selmani e mori tasin e urmave, pasi ato i kishin marrë vetëm tasin, iku edhe qeshte rrugës. Dy sa ai e kishte shkri jetën, a tham për zemrat para që kërkojnë Zotin. Ai e kishte shkri jetën e tij për ta gjetë vërtetën dhe e kishte kërku. A ka mundësi vllai dashur që njeriu ta kërkojë të vërtetën dhe sunduesi suprem i universit mos t'ia japë atij rrugën e duhur, mos t'ia ndriçojë atij autostradën e rrugës? Dhe kishte edhe një. Një e fundit ishte pak më e vështirë, sepse ai duhet shikonte në shpinën e pejgamberit alayhis salam pak në djath shenjën e pejgamberllokut sa një vezë e një zogu e vogël. Dhe kjo ishte pak e vështirë. Pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i mençur dhe i zgjut, të hetonte për herë, si themi ne, ka njerëz sot të zgjuar që të skanojnë për herë. Pejgamberi alayhis salam as bëhet fjalë. Sa të shikonte e kuptonte çfarë ke. Se si tham, Kurani është për të zotit e mendjes. Një njeri që është pjesë e Kuranit, është pjesë e zgjuarsisë, e mençurisë. Një person që beson Kur'an dhe i shikon argumentet, thotë to janë argumentet për të zotit e mendjes. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte kreu i kësaj gjëje. Dhe ky person në një xhenazë që po falte pejgamberi alayhis salam, u afrote Selmani herë djathas, herë majtas, zgjaste kokën, u afrote, do të më pa nga rroba, mos po e dalloj. Pejgamberi alayhis salam e kuptoi. Pasi mbaroi, u shkëput dhe e thiri. Tha, o Selman, mos po kërkon këtë gjë edhe e hapi shpinën. E shtyri rrobën, e hapi rrobën, dhe i tha, mos po kërkon këtë, e kuptoi pejgamberi alayhis salam. Dhe ai e ka parë valla shenjën e pejgamberllëkut në djathën, këtë e tregon Aisha, tregojnë gjithë që e kanë pa profetin pa rrobën e sipërme dhe filloi t'ia puthi. Pastaj ja mori dorën edhe ja puthte dorën. Si Adasi që treguam për Taif. E puthi këtu, se gjeti të vërtetën, ja puthi duart dhe ja puthi pejgamberit alayhis salam kokën dhe ka qenë dita më e lumtur e tij. Tha, o Muhammed, këtë unë kam dëshmi, eshhedu an la ilaha illallah, dëshmoj që Zoti është një dhe një i vetëm, wa annaka rasulullah, dhe ti je dërguari i tij. Dhe është bo Selman el Farisi, aq i devotshëm, aq besimtar i mirë, dhe kur ja ka tregu pejgamberit alayhis salam
gjithë historinë se si e kishte lënë familjen e tij që ishte shumë e pasur, se si e kishte kërkuar të vërtetën, se si kishin thënë për pejgamberin shenjat e me radhë, kur ka arrit kulmin e devotshmërisë, se di çka ka thënë, Es-Selmanu minna wa nahnu minhu. Tha, Selmani është për ne dhe ne jemi për ti, ai është nga Ehlul Bejt. E quajti njëri të familjes. Ai ishte pers. Pra një familja e pejgamberit alayhis salam ka status të veçantë. Ç'a themi ne në tehijat? Masi themi shahadetin, themi o Zot mëshiroje Muhamedit dhe familjen e tij. Këtu futet dhe Selmani. Se ka thonë Selmani, kur kishte bërë gjatë sakrificë, Zoti ishte kënaqur shumë sa tha, unë e quaj Selmanin pjesë familjes tonë. Sa i kishte lënë familjen e vet. Vetëm me gjatë vërtetën. Dhe pejgamberi alayhis salam i dha atij një status të veçantë, tha Selmani është nga familja jonë. Dhe ka qenë një nga njerëzit më të devotshëm, një nga njerëzit që u nis në rrugën e Zotit, e Zoti ja hapi dhe e bëri çfarë? Shok të pejgamberit alayhis salam, pers. Pse është kjo sinqeriteti që ne folëm, edhe udhëzimi i parë, pra kishte argumentet dhe e kërkoi dhe Zoti i gjithësisë nga zemra e sinqertë që kishte e bëri shok të pejgamberit alayhis salam.